Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartijak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i ulët të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. Ai thekson se për ta ritheksuar besimin e qytetarëve është i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet partive politike. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për bashkëpunim me të gjitha forcat politike për të hyrë në qeverisje. Kandidati për kryeminist nga partia e dytë më e madhe në Kosovë, Bedri Hamza, paralajmëroi marrëveshje për krimin e institucioneve. Kur Hamza u pyet për një bashkëpunim të mundshëm me vetevendosjen, ai tha se nuk ka përjashtues dhe as nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë partie. Nuk është e mirë me pas vija të kuqe, kemi qenë gjithmonë të hapur për biseda, e kam dhënë preferencën time, se më shëndetshme për vendin është krimi i qeverisë për partive, të cilat kemi qenë në opozitë, tash bëhet kjo për numrave, që është bëhet numra, ka më shumë formula, mirë po megjithatë nuk kam qenë përjashtues, dhe mendoj që për me pas institucione shpejt dhe të qëndrueshme duhet me pas marrëveshje politike. Domethënë me pas marrëveshje politike, qysh tash pa filluar ende konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë dhe pastaj zgjedhja e presidentit. Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e së dielës ka marrë 21.12% të votave, duke siguruar 24 mandate deputetësh në Kuvendin e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vijon numërimin e votave për kandidatë për deputet nga zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Përmes një konference për media, zëdhënësi i KQZ-s Varmir Elezi tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 anëtar punojnë me 2 orare. Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletvotimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit. Ai tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Administrata tatimore në Shqipëri rikujtoi tatim-paguesit se 30 qershori është afati i fundit për dorëzimin e deklaratave tatimore të padorëzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 me qëllim përfitimin nga falja e gjobave për mosdeklarimin afat. Tatim-paguesit që kanë deklarata tatimore të padorëzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 kanë kohë deri më 30 qershor 2026 për t'i dorëzuar dhe për të përfituar nga fshirja e gjobave për mosdeklarimin afat. Tatim-paguesit që nuk respektojnë afatin ligjor do të humbasin të drejtën për të përfituar nga kjo lehtësi e parashikuar në ligj, bën të ditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Lehtësitë parashikohen nga ligji për fshirjen, shuarin dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe administratës tatimore qendrore dhe vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan, i cili synon të lehtësojë barrën administrative dhe financiare për bizneset. Ndryshimin dhe ligjin për automjetet në Maqedoninë e Veriut kaluan miratimin e parë në Kuvend. Propozim ligji parashikon vendosjen e rregullave të reja për vazhdimin e regjistrimit të automjeteve përmes stacioneve të autorizuara për kontroll teknik, të cilat do të mund ta kryejnë këtë procedurë pasi të marrin autorizim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Për marrjen e autorizimit është paraparë një kompensim prej 60.000 denarësh, ndërsa përcaktohen dhe kushtet që duhet të plotësojnë personat juridik, personat e mbajtjes së evidencës dhe shkëmbimi elektronik të dhënave me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Me ndryshimet mundsohet që stacionet autorizuara për kontroll teknik të kryejnë vazhdimin e regjistrimit të automjeteve të regjistruara dhe të lëshojnë vërtetim, i cili barazohet me vulën në lejen e qarkullimit ku regjistrimi do të mund të kryhet në të gjithë territorin e shtetit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.